Ojler, Shakive shka e ka që mërzetësho. Do kësur këtë bota ka rombi shpinën tonë. Kanë largu prej punës. Ndohë që kur gjo nuk të shku në favartemin. Ti di që edhe kushtet e familjes nuk janë edhe ku me ditë sot mira. Krejnë vorën pej rrugës tem. Ti di që në edhe fakultetin e kom lënë gjyst, veç për me punu. Një gjinë familjes. E di, Ojler, e di. E kujtoj shumë mirë. Edhe une dëherë më kalu kohët vështira. E ti e konë gjithmonë aty me mu. E bashkë e kem kalu krejt, Ojler. Kur dashmi e unimojshmi tjerve. E di, kur më patemur me veti, e një mund masoj familjes, që gjithë shka këshin pas hu. Kur se kësha menu se vjet dita e do t'i nimojmë dikuj. Po, ti më bune që mi harru gjithë ato monumentet vështira, a e gzim që ndjeva atë dit, u këthy të une shumë shpejt. Edhe më bune me kuptu që kjo sfid është thjesht veç një sprov. Një mundësi për të reflektuar dhe për të ndryshua gjithë shka me vetë Ojler. E di. Po thuj se i pas në pas harrua të momente. Ato nuk janë momente që thuhen ose përshkruhen. Ato momente veç ndjehen. Ishte një sprovë për mu. Por me kuptu që jeta gjithmonë kthehet më mirë pas sfida. Nëse nuk dorëzohesh, edhe vepron gjithmonë me mirësi. Ka njëherë, kur t'ja dhonsh dorën dikujna, dije që ja ka dhonë dorën edhe vetit. Të bën me kuptu që çdo vështirësi e ka mësimin e vet. Dhe çdo gjë e vështirë ka fundin, po fillimin e diçkaje të re. Po tash pesha ma qartë. Ishte me të vërtet një sprovë, po na dha një mësim shumë të madh. Faleminderit që ma kujtove këtë. Kur ndihmon të tjerët, nuk ndihmon vetëm ata, ndihmon edhe vetën. Zemra lehtësohet dhe mendja qetësohet. Mirësia kthehet te ti në mënyra që nuk i prisje kurrë. Zoti është gjithmonë me ty në çdo situatë.
Ndonjëherë ndjehemi të harruar, por sfidat nuk janë dënime. Ato janë mundësi për të rritur. Çdo vështirësi është një sprovë, dhe çdo veprim i vogël i mirë sjell ndryshim. Ell tek ne, ell tek të tjerët. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet e shumta i takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Përshëndetje dhe selamet tona ja dërgojmë të dërguarit ton të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve dhe gjithë pasuesve të tij deri në ditën e gjykimit. Nderuar besimtar dhe besimtare, nëse do të përkufizonim fenë tonë islame me dy fjalë, ato do të ishin besimi në Zotin dhe puna e mirë. Janë këto dy fjalë, kjo dyshe që më shumti përmendet në Kur'anin famlart. Prandaj nuk ka nevojë të lodhemi shumë, nuk ka nevojë për filozofi. Pra ajo çka kërkohet nga njeriu është besimi në Zotin me sinqeritet dhe menjëherë pas kësaj puna e mirë apo veprat e mira. Dhe këtë e shohim në Kur'an, e shohim në shumë ajete të Kur'anit, ku Zoti i Madhruar thot: Ja ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. O ju të cilët keni besuar, o besimtar, përkulluni Zotit, bini në ruku, bini në sejdë, adhuroni vetëm atë dhe bëni vepra të mira në mënyrë që t'jeni të shpëtuar. Gjithashtu, Zoti i Madhruar në një ajet tjetër në Kur'an thot: Innal ladhina amanu wa amilu salihat wa aqamu s-salah wa atu z-zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Me të vërtetë ata të cilët besojnë dhe bëjnë vepra të mira, e falin namazin, e japin zakatin, ata kanë shpërblimin tek Zoti i tyre dhe për ta nuk ka frikë e as dëshpërim. Prandaj besimi në Zotin i jep qetësi zemrës, besimi në Zotin, besimi fuqishëm në Zotin dhe të përmendurit e Zotit qetëson zemrën e njeriu. Dhe njeriu më shumë të nevojë ka për qetësinë e brendshme të tij, për qetësinë e zemrës së tij. Thot Zoti i Madhruar në Kur'an: Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtetë me të përmendurit e Zotit qetësohen zemrat. Prandaj besimi në Zotin, të përmendurit e Zotit dhe veprat e mira janë ato cilat qetësojnë zemrën e besimtarit. Abdullah ibn Mesudi, një nga shokët e të dërguarit e Allahut, e pyeti me një rast atë: O i dërguari i Allahut, cila është vepra më e dashur tek Zoti, vepra më e mirë? Ai tha, i dërguari i Allahut: Es-salatu ala waqtiha, tha me të falurit e namazit me kohë. Pastaj tha, pas kësaj i dërguari i Allahut: birrul walidain, respektimi i prindërve, nderimi i tyre. Mundësia e të vepruarit mirë është e madhe në jetën e kësaj bote. Pra, nëse e shikojmë të dërguarin tonë, Muhammedin alayhi salam, aty do të gjejmë shembullin më të mirë. Muhammedi alayhi salam ishte njeriu që më shumti e adhuroi Zotin e Madhëruar. Ishte njeriu i cili më shumti e falenderoi Zotin e Madhëruar. Ishte njeriu më bujar dhe bujaria e tij më e theksuar shihej në muajin e Ramazanit. Ishte njeriu me sjelljen dhe moralin më të lartë. Ashtu siç ishte vetë, ai i edukoi dhe i mësoi edhe shokët e tij që besimi i tyre i fuqishëm në Zotin gjithmonë të reflektoi pozitivitet dhe punë të mira. Muhamedi alayhis salam gjithmonë ju thoshte shokëve të tij: më i miri prej njerëzve është ai që është më i dobishmi prej tyre, dhe më i dobishmi prej tyre është më i miri tek Zoti i gjithësisë. Pra ashtu siç ishte vetë, i mësoi shokët dhe shokët e tij. Dikush prej shokëve të tij e blinte një pus me tërë pasurinë, me paratë që kishte, vetëm për të shuar etjen e njerëzve, për t'ju dhënë ujë për të pirë njerëzve, pasi pronari atij pusi e mbante shumë shtrejt atë. Dikush prej njerëzve
dikush prej muslimanëve të parë, prej shokëve të Muhamedit a.s. barte me krahun e tij ushqim drith dhe u dërgonte natën në mënyrë të fshehtë të varfërve, pasi që ata kishin nevojë, e ata nuk e dinin kush u sillte atë ushqim. Ata e morën vesh vetëm atë ditë kur vdiq. Dikush prej tyre, prej shokëve të Muhamedit a.s. shkonte në një shtëpi, pastronte atë shtëpi, rregullonte, pasi në të gjende një plakë e moshuar e verbër, i pastronte shtëpin, i përgatiste ushqimin edhe ushqente, dhe ai që e bënte këtë ishte Ebu Bekri, radiallahu anhu, kënaqësia Allahu qoftë mbi të, e bënte këtë në mënyrë të fshehtë dhe nuk ishte dëshirë që ta dinte askush. Por atë e mori vesh Omeri, sepse ai e përcillte atë nga mbrapa. Kështu pra ata ishin besimtar të vërtet, që besimin e tyre e vërtetonin me veprat e tyre të mira në çdo moment që atyre u jepej mundësia. Një çështje tjetër me rëndësi është se gjatë jetës mund të përballemi me situata të pakëndshme. Mund të gabojmë, mund të kemi halle, brenga, mund të smuremi, mund të kemi stres, mund të na ngushtohet gjoksi, zemra, mund të mërzitemi. Çka bëjnë disa njerëz? Izolohen, ankohen, bëhen agresiv, bëjnë disa veprime të pakontrolluara. Jo, kështu nuk bën. Islami ofron alternativen. Fal 2 rekate namaz, jep sadaka, bëje një vepër të mirë, ndihmoje dikën që ka nevojë, sepse besimin e Zotin dhe veprat e mira e ndihmojnë besimtarin, përmendurit e Zotit, qetëson zemrën e tij dhe punët e mira i fshin të këqijat. Kështu thot Zoti madhruar në Kur'an, inel hasenati yudhhibna sayyi'at, me të vërtet veprat e mira i shlyen veprat e këqija. Prandaj e lutim Zotin të na bëj prej besimtarëve të sinqert, prej besimtarëve dhe atyre që e përmendin Zotin e madhuar në mënyrë të vazhdueshme dhe që mundohen vazhdimisht gjatë jetës të bëjnë vepra të mira.